Sa më shpejt vazhdosh me tjetrin, aq më pak do duhet ta shoh fotografinë e tij. Nuk kam më asnjë simpati, të paktën prej 2009-s. Njeriu duhet ta kuptoj kur e ka kohën për t'u tërhequr me nder. Për perceptimin publik, moralisht njerëzit janë lehtësuar që ai mund të ketë marrë një ndëshkim si ai që ka aktualisht. Mua nuk më tërheq, e vlerësoj shumë për atë që ka ngritur. Ky është një person që mua më tërheq individualisht, po që mendoj i ka kaluar koha në kuptimin e çfarë mund t'i ofronte politikës. Për mua personalisht, Agron Shea është një person i cili nëse dështon në politik, nuk do ta vazhdoj, le të themi, misionin për të ndryshuar Shqipërinë. Vlerësoj retorikën, logjikën, debatuesi fort, nuk përputhet as ideologjikisht me mua. Mendoj që ideologjia që ai përfaqëson është shumë më e rrezikshme se sa secila tjetër që është sot në Shqipëri.